Subhanallah, një nën e mërzitur na ka shkruar kështu hoç. Thotë selam aleikum hoç. Mua thot më ka vdek djali, e ai djali thot më ka fal, namaz ka fal edhe e ka xheru Ramazan. Lip në ngushëllim në. Allah I afreskov zemrën kësaj nanës për vdekjen e djalit, është sprovë e rëndë, s'ka dyshim sidomos kur prindrit janë të kënaqur me fëmijët e tyre. Edhe fëmijët e tyre vdesin në moshë të re, është pikëllim edhe mërzi shumë e madhe që jo çdo prind ka durimin e mjaftueshëm që ta përballë me kollajllëk këtë pikëllim e këtë mërzi. Na lutim Allahun e Madhërisëm që Allahu t'ia freskon zemrën e saj me sabër dhe gajret, t'ia largon këtë pikëllim dhe mërzi nga zemra e saj dhe t'ia bëj me dije se çdo gjë në këtë jetë është me caktim. Jeta jonë nuk është dorën tonë. Na nuk e dim as kur lindim, as kur vdesim. As kur lindim, as kur vdesim. Këto janë caktimet e Allahut Madhërisëm, është e drejta absolute e Tij, që kujdon mi dhon jetë edhe kudo mi dhon jetë ja jep, edhe kurdo me marr jetën edhe kudo me marr jetën ja merr. Atë askush nuk ka mundësi me ndërhy. Edhe andaj prej besimit islam të kësaj nane është që ajo të jetë e kënaqur me caktimin e Allahut. Sepse këto caktime nuk ndryshojnë. Edhe nuk janë selektive, edhe nuk janë diskriminuese, po vinë me urtësinë e madhe të Allahut Madhërisëm. Kjo është e para. E dyta, ja bëjmë të qartë se nanës dhe çdo nane që ka rast të tillë, se sabri në këto momente I sjell fitime më të mëdha se sa mërzia dhe pikëllimi. Andaj Allahu në Kur'an në raste të tilla shka tha beshiris sabirin, myshde durimtarëve. Do të fiton shumë. Ajo që ti e fiton me sabrin tanë, këtë rast nuk ka kufi, sepse Allahu I Madhërisëm Kur'an tha innama yuwaffillahu sabirin ajrahum bighayri hisab. Allahu I shpërblen durimtarët pa kufi. Edhe andaj na të përkujtojmë shpërblimin e madh që e fiton nëse bën sabër. E sabër do të thotë mos më thon fjalë që I dhen Zotin, edhe me ngulfat hidhrimin që të vjen shpirt nga shkaku I mungesës së fëmijës tanë. E treta, që ajo që në këtë rast konkret domethënë është përgjigje për këtë rast, për këtë nonë është se elhamdulillah që është fal. Elhamdulillah që ka agjëru. Ki fëmijë, ki djali joti, ka shku në xhenet inshallah taala. Se na e besojmë bindshëm atë që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush e thot shahadetin, e fal namazin, agjeron Ramazanin, e jep zakatin si të ka me dhon zakat, e kryen haxhin si të ka mundësi me kryen haxh, shkon në xhenet me lejen e Allahut dhul xhelal. E tash, nëse ai e ka thon shahadetin, e ka fal namazin, e ka agjeron Ramazanin, normalisht s'ka pas me dhon zakat ose s'ka pas me shkon haxh, e ka vdek në xhenet, ai është xhenetli inshallah taala. Normalisht s'ka bën vepër që është kufër, shirk e kështu me radhë, gjëra që na nuk e dim, po I dim anë pozitive. Edhe mbas asaj që na përshkruat ne shpresojmë për këtë njerëz që të jetë xhenetli. Kjo është mysh, se ai njeri edhe 50 vjet me jetu, derisa të vdesësh ti, edhe 50 vjet mas vdekjes tonë me jetu. Ai njeri ka me vdek. Ama nuk duhet na mërzit pse vdesh, duhet më mërzit ku shkoj. Pse vdes këtë kanë me vdek. Ama ku shkojmë na e përcaktojmë. Na me punët tona. E tash këtë rast, ngushtimi më I madh për këtë nonë është ka qenë djalë në rrugën e Allahut xhel. E katërta që duam të thonë këtë rast është që kjo nonë vetë të mërzitet e të pikëllohet, le të bën dua për të. E para dhe e dyta le të jep sadaka për të. Kjo e ndihmon atë. Ani pse është mirë ai, e çon edhe më mirë. Pastaj edhe ti fiton, edhe pe duas, edhe pe sadakas. E këto katër këshilla kisha dhënë kësaj none në këtë rast pikëllimi dhe mërzia për të, ndoshta kur ka parashu pyetjen ka qenë më e mërzitshme, sot ndoshta ka kaluar e mërzi, po shembull për çdo non, për çdo bab, për çdo kënd që ka fëmijë, nëse Allahu e sprovon me kësaj lloj sprove që të bën sabër, e ta kërkon shpërblimin prej Allahut, e ta kupton se këto janë caktimet e Allahut, nuk ndryshojnë. E fundit na masi smuna me ndryshu caktimin e Allahut, duhet të jemi të kënaqur me të edhe të kërkojmë shpërimin prej Tij dhe të bëjmë veprime që pastaj mund mi bë dobi atij që ka vdek para neve inshallah taala. Allah I mëshiroft ata që kanë vdek, e u ndihmoft, e shëroft ata që janë smund, janë gjallë, e u ndihmoft atyre prindërve që kanë kësi raste të kalojnë me lehtësinë më të madhe inshallah taala.